Në luftën informative ndaj procesit zgjedhor janë përfshirë edhe mediat ruse, përkatësisht 2 përfaqësitë e mediave shtetërore ruse në Serbi, Sputnik Serbia dhe Russia Today Balkan. Misioni për vëzhgimin e zgjedhjeve i Bashkimit Evropian në raportin e tyre preliminar, ndër të tjera evidenton se Russia Today Balkan dhe Sputnik Serbia, të mbështetura nga Rusia, kanë publikuar rreth 60 artikuj mbi zgjedhjet, disa prej tyre me narrativa që pretendojnë manipulime kundër komunitetit sërb. I njëjti raport thekson mbulimin dominues të listës sërbe nga media sërbe në Serbi dhe mediat lokale sërbe në Kosovë, në kontrast me partitë dhe politikanë të tjerë sërb në Kosovë. Të nderuar gazetarë, të dashur qytetarë, për fund duhet theksoj se përkundër gjithë kësaj skeme dhe inxhinieringu të aktorëve shtetëror dhe jo shtetëror të Serbisë për të diktuar përfaqësimin politik të komunitetit sërb në Kosovë, me gjithë këto rreth 20% e votuesve sërb kanë votuar parti tjera nga lista sërbe. Tash e 4 vjet e dim që Serbia nuk mban në Kosovë as zgjedhjet e as referendumet e saj. Zgjedhjet e 9 shkurtit 2025 kanë dëshmuar megjithatë ndërhyrjen e Serbisë në procesin zgjedhor, por në të njëjtën kohë edhe ndikimin në rënje të Serbisë të qytetarët sërb të Republikës së Kosovës. Pra mund të thuhet se përkundër ndikimit të Serbisë, këto zgjedhje kanë treguar që po lind pluralizmi politik edhe tek serbët në Kosovë. Ndërkaq numri i qytetarëve serb që kanë marrë pjesë në zgjedhje e ka rrëzuar përfundimisht propagandën agresive të Serbisë në vitet e fundit për kinse largim masiv të serbëve nga Kosova. Kjo së pari është evidente që Serbia nuk ka arritur që ta bëjë ndërhyrjen që ka dashur. Ndërhyrja që ajo ka praktikuar gjithmonë, kur lista sërbe i merrte afër 100% votave, e kishte vende ku votonin edhe më shumë se 100% të qytetarëve, mënyrë paradoksale, për shkak se manipulimi ishte aq i madh, ka përfunduar. Pra, grupet kriminale ose janë shporur, ose ka të tillë që janë të arrestuar, por elemente kriminal ka ende. Në anën tjetër, së dyti, ne jemi përpjekur me organet tona të sigurisë e të inteligjencës dhe gjithashtu me fjalën tonë publike që të inkurajojmë serbët që të denoncojnë të gjitha presionet e përjetuara. Dhe numri i këtyre është i madh. Për shkaqe të privatësisë dhe sigurisë, ne nuk kemi treguar se kush janë ata dhe çfarë na kanë thënë, mirë po tash të gjithë kanë telefona mobil dhe pa dyshim që kërcënimet vijnë aty. Dhe numri i serbëve i cili po i tregon këto është më i madh se kurdoherë më parë, që është inkurajuese për shtetin ton, por edhe për qytetarët serb. Veçse në anën tjetër ka shumë lidhje midis serbëve të Kosovës dhe Serbisë, kanë familjarë atje, kanë përvojë jetësore atje, dhe pa dyshim që kanë marrë edhe ndihma prej atje. E kjo ka qenë shumë e vështirë që të kontrollohet e të amortizohet, siç thatë ju, për shkak se ka shumë serb të cilëve ju ka ndërprerë këtë ndihmë. Po qeveria e Republikës Kosovës është këtu që me masat e saj të ndihmoj që edhe nëse ndonjë serb humbet të ardhurat që i ka pasur nga Serbia, t'i ketë ato nga Kosova. Edhe në kuptimin e asistencës sociale, por edhe në kuptimin e punësimit. Me masën tonë qeveria për familje, 528 serb janë punësuar që nga viti kaluar deri më tash në 4 komunat veriore, me që rast nuk dëshirojmë të lejojmë që ketë asnjë familje pa dikë së paku të punësuar. Dhe janë mbi 300 bizneset regjistruar atje ku po punësohen. Pra këto janë masat që ne ndërmarrim kur nuk mund t'i mbrojmë nga Serbia. Por në të kaluarën, ju e dini shumë mirë, ka pasur edhe serb të vrarë, politikan të vrarë, ka pasur edhe serb të rrahur me shtëpi e vetura të djegura, por masat e këtilla ku ta zëm djalin e ministrit Nenad Rashić e ndalin në kufi dhe e mbajnë për orë të tëra, sepse i duhet të shkojë në Serbi ku ka çështje edhe të arsimit, të edukimit e kështu me radhë, këto nuk kemi mundësi që ti
parandalojmë apo amortizojmë siç do të dëshironim. Kurse sa i përket çështjeve të procesit zgjedhor, se zgjedhjet nuk janë kryer edhe pse votimet kanë mbaruar, derisa nuk bëhet certifikimi i rezultateve, unë besoj që organet tona të lëvizjes vetëvendosjes, subjektit që e kryesoj, do t'i marrin qëndrimet e vendimet e duhura. Ajo është një pjesë tjetër me të cilën nuk po arri që të merrem mbase sot të duhej, por edhe nuk është vendi këtu që të flas. Flamur Gajtoni, Klan Kosova. Kryeministri përmendet ndërhyrjet, mirë po a keni bo se është bo ankesë në mekanizmat institucional kosovar, ose edhe a parashihet edhe dërgimin në rivotim base edhe në ato qendrat ose komunat ku mendohet që ka pas ndikim ose presion më të madh, edhe një pyetje tjetër që a do të vazhdoni bashkëpunimin edhe në numrat ose në qeverinë e ri me zotin Rashiq, po dhe me komunitetet e tjera jo shumica keni pas kontakte. Faleminderit. Ka procese të hetimit të cilët janë duke u zhvilluar nga organet tona lidhur me atë se çfarë ka ndodhur, dhe padyshim që tash ne nuk dëshirojmë që ndërhyrjen e tyre politike ta kemi si përgjigje politizimin ton nga ne si qeveri. Policia, prokuroria tash do të merren me të gjitha këto raste, ndërka që ju takon subjekteve politike që të ankohen dhe të adresojnë që të gjitha këto shkelje, dhe unë inkurajoje, uroj që këtë ta bëjnë, për shkak se pikrisht ankesa, pikrisht kritika është dëshmi e lirisë. Dhe ne jemi dëshmitarë që në vitin 2025 po kemi pluralizëm politik tek serbët, për shkak se 20% të tyre, së paku 20%, pavarësisht gjithë kësaj lufte hibride e këtyre sulmeve e kërcënimeve, nuk e kanë votuar listën serbe. Ka qenë bindja ime se lista serbe nuk është dashur fare të certifikohet. Këtë gjë ka kërkuar edhe subjekti politik që unë udhëheq në KQZ. Mirë po, ju e dini që ne i kemi aty vetëm 2 antarë prej 11. Ndonë se i kemi pasur 50.3% të votave në zgjedhjet e shkurtit vitit 2021. Pra nuk e kemi as 20% të antarëve, ndërkohë që i kemi më shumë se 50% votave. Ky është një nënpërfaqësim diskriminues që i është bërë lëvizjes vetëvendosje, e cila ka kërkuar që të mos certifikohet lista serbe. Nuk ka pas mirëkuptim nga PDK, LDK edhe AK. Thjesht ato e kanë pamundsuar korumin ku do të vendosej për një gjë të tillë. Sot nuk do t'i kishim këto probleme. Pikrisht tash ka qenë koha që ta marrë mësimin lista serbe duke mos e leju certifikimin e saj. Mirë po u bë certifikimi, sepse i shihni çfarë 3 partish opozitare i kemi fatkeqësisht. As për këtë gjë nuk kanë mundur që të mbajnë qendrim parimor. Ne bashkëpunojmë me pakicat në Kosovë, me të gjitha ato që dëshirojnë të kontribuojnë, të përfitojnë, të integrohen, padyshim që ministri Rashiq është ministër shembull i qeverisë tonë, por gjithashtu është edhe ministri i cili ka kontribuar për komunitetin serb më shumë se sa cili do ministër tjetër në këtë pozitë para tij. Dhe unë besoj që sulmet që i ka përjetuar ministrin Nenad Rashiq është pikërisht për shkak se ju ka ndihmuar komunitetit serb. Ky ju ka ndihmuar shumë serbët e Kosovës dhe prandaj është sulmuar. Se po mos ndihmonte serbët e Kosovës ministri Rashiq, atëherë mos puna e tij do ta sulmonte. Mirë po, kur e kanë parë që gjithnjë më shumë serbët janë të kënaqur me kontributin që ky jep, me ministrinë e tij, me buxhetin për serbët në nevojë, e kanë sulmuar më shumë. Janë friksuar, andaj janë përpjekur ta friksojnë. Mirë po, kanë dështuar. Ne bashkëpunojmë edhe me pakicat e tjera dhe synojmë që në mandatin tonë të ardhshëm qeveritar, me mua si kryeministër, t'i kemi edhe ata në mazhorancën tonë e në
kabinetin qeveritar.